Besimtarët musliman në Shqipëri dhe në mbar botën festojnë sot festën e Fitër Bajramit, pas ditëve të agjërimit, lutjeve, adhurimeve dhe leximit të Kuranit. Mijëra besimtarë të Tiranës dhe mbar Shqipërisë ishin pjesë e festimeve dhe faljes së namazit të Bajramit. Festimet e Fitër Bajramit kanë nisur që në orët e para të mëngjesit me namazin e sabahut në sheshin e namazgjas. Kremtimi i kësaj feste u jep muslimanëve një emocion të veçantë, një frymë të re, një zell të ri në punët e tyre fetare dhe të kësaj bote. Gjatë festës së Fitër Bajramit, muslimanët i japin shembullin më të bukur të bashkimit dhe unitetit islam. Në këtë festë nuk mungon gjithashtu argëtimet, programet artistike dhe aktivitetet e ndryshme kulturore. Urimet për festën e Fitër Bajramit erdhën nga kreu i komunitetit musliman shqiptar Skënder Bruçaj, si dhe nga personalitete në fushën e islamit. Edhe politikanët shqiptar kanë përcjellë sot urimet e tyre për të gjithë besimtarët musliman, të cilët festojnë Fitër Bajramin. Në mesazhet e tyre, politikanët kanë uruar paqe, lumturi e begati për të gjitha familjet shqiptare. Dita e Bajramit shëmbëllen në ditë paqeje dhe gëzimi. Vetë fjala Bajram do të thotë gëzim, begati, kënaqësi dhe hare. Një prej të veçantave të kësaj dite është edhe dhënia e kontributit në të holla ose ushqime, apo siç njihet në fenë islame, ndarja e zakatit për të varfrit dhe familjet në nevojë. Bajrami është simboli i paqes, i gëzimit, i harmonisë, i qetësisë shpirtërore, moment i lartësimit të Allahut dhe koha e shpresës së arritjes së kënaqësisë së krijuesit, që është edhe qëllimi final për çdo besimtar. Të rrethuar nga një atmosferë ngrohtë besimi e vëllazërie, pjesëmarrësit e shumtë janë përshëndetur dhe kanë ndarë me njëri tjetrin gëzimin dhe emocionet e kësaj dite të madhe paqeje, mirësie e shpërblimi. Festimet për Fitër Bajramin nuk kanë munguar në vende të ndryshme të botës. Janë të shumtë qytetet dhe kryeqytetet ku besimtarët musliman kanë falur namazin mëngjesin e sotëm dhe kanë shpresuar për një jetë plot begati e plot paqeje. Edhe politikanët e huaj kanë dhënë urimet e tyre për festën e Fitër Bajramit.